Flokët janë bërë për të lyer, provoni këtë recetë dhe do befasoheni. Pas kalimit të 30-tave, femrat hasen me një nga problemet më të mëdha të tyre, siç janë thinjat. Në fakt, ky është një kusht i cili ju ndodh të gjithëve pavarësisht moshës. Dëshira e çdo femre do të ishte që ta mënjanonte në maksimum këtë fakt ose të paktën ta fshihte dukjen e tyre. Megjithse ekzistojnë produkte të shumta komerciale që mundësojnë fshehjen e thinjave, ne do t'ju paraqesim një metodë natyrale që sipas doktoreshës Antoni Una, thuhet se ka rezultuar efektive. Merrni 2 kokra patate dhe lajini bashkë me lëkurën. Qërojeni patatet dhe lëkurën e tyre hidheni në një tenxhere së bashku me gjysmë litër ujë. Lëreni të valojnë për disa minuta dhe me lëngun e krijuar shpëlajini kokën 2 herë në javë. Kështu do të shikoni se rezultatet janë vërtet befasuese.